Ne kemi 28 nëntorin e parë. 28 nëntori i vitit 1443, kur Gjergj Kastrioti ngriti flamurin Krujë. Kemi 28 nëntorin e dytë, të vitit 1912 me Ismail Qemali dhe Isa Buletinin. Kemi 28 nëntorin e tretë, datëlindjen e dëshmorit Adem Jashari. Dhe pa dyshim ajo që do doja fort, është një tjetër nëntor për shqiptarët. Nëntori i bashkimit madh shqiptarëve në një flamur, sepse jemi një popull dhe nuk mund të ta shkelim këtë gjë. Të partë e mi ka luftuar në jug e juglindje, tu ka luftuar në veri e verilindje, por ka luftuar gjithë për një flamur, për flamurin kuqezi. Ndaj sot unë shpresoj shumë me zemër